Përshëndetje. Do të kalojmë disa tema rreth tregut, rreth Bitcoinit dhe rreth kriptovalutave. Do të kalojmë disa lajme së bashku në CoinMarketCap dhe mundem me po që Bitcoini para disa ditëve e ka thirr all time high, çmimin më të lartë që ka pasur në historinë e vet. Bitcoini ka cekur një çmim prej $111,000, ku të gjithë të iderat dhe të gjithë njerëz që mendojshin që kanë përvojë kanë pretenduar se Bitcoini do ketë një korekcion në $50,000, $60,000, sepse ka thirrë një herë para disimit all time high. Bitcoini ka pasur korekcion në $76,000, ku shumica kanë pretenduar se Bitcoini do të bie më poshtë. Dhe nëse ju i keni dëgjuar këto njerëz, nuk e keni dëgjuar vetëm, nuk keni investuar në edukim, dhe i keni dëgjuar këto njerëz, nuk keni bler Bitcoin dhe nuk keni investuar duke menduar se Bitcoini do të bie, por ka ndodhur e kundërta, ku Bitcoini para disa ditëve ka thirrë all time high. Pse Bitcoini ka thirrë all time high? Për shkak se mundem me po këtu që Bitcoin ETF fondet janë duke bler agresiv Bitcoin. Në 23 maj kanë bler $217 milion Bitcoin. 22 maj kanë bler $934 milion. Veç për ditë $1.1 miliard blerën e Bitcoin. 21 maj $607 milion. Do me thonë kjo bie $1.7 miliard. 20 maj $329 milion. Kjo bie $2 miliard. 19 maj 687, 260 milion. Mundem me po që gati mbi $3 miliard ka blerje në Bitcoin ETF. Fondet e mdhaja blejnë masivisht Bitcoin. Kjo është një arsye e madhe pse Bitcoini është përsëri në all time high dhe nuk është në all time high për shkak se kanë bler shoqënia, kanë bler njerëz, kanë bler familjar Bitcoin, por janë duke bler fondet dhe institucionet masivisht Bitcoin. Me po këtu që përsërisi çdo herë kur ka ngritje dhe ulje të çmimit të Bitcoinit, kemi edhe likuiditet shumë të madh. Në 24 orët e fundit janë likuiduar $242 milion në long ose short. Në të dy anë janë likuiduar njerëz. Me po këtu besoj që nëse jeni në treg pak më gjatë e dini çka do të thotë kjo. Michael Saylor ose kompania MicroStrategy, siç e dini dhe që tash çdo herë kur postohet kjo foto, ai ka postuar këtë foto para disa orëve, mundem me po këtu, do me thonë këto pikat, ai kur poston kështu foto, do me thonë se ai ka bërë blerjen e Bitcoinit. Zakonisht ai e poston një ditë para këtë foto dhe të honën e shpall se për sa ka bler Bitcoin. Kjo do të thotë që edhe pse Bitcoini ka thirrë all time high, ka pas korekcion, Michael Saylor me strategjinë e vet DCA Bitcoin nuk ndolet dhe blen Bitcoin masivisht. Ai posedon sot 576.000 Bitcoina. Po shkojmë më tutje, guvernatori i Teksasit mbetet projekt ligji për rezervën e Bitcoin. Mundem me po që shumica shteteve e kanë pruar si ligj që shteti vet të ketë ligj që të bëjnë blerjen e Bitcoin, dhe me thonë të kenë fond për blerjen e Bitcoinit. Po ashtu edhe guvernatori e ka votuar dhe që tash është projekt ligji i cili është miratuar po ashtu për rezervën strategjike në Bitcoin. Shumica steteve e kanë shpallur këtë si ligj për shtetet e veta dhe janë duke bler masivisht Bitcoin. Ka do të ndodh, normalisht mas një kohe Bitcoin nuk do të ketë, siç e dimi, 21 milion. Totalisht nuk do të ketë më shumë dhe Bitcoini do të shkojë aty ku asnjë njeri nuk ja merr mendja se çfarë çmimi do të ka. Po shkojmë më tutje, firma suedeze e shëndetësisë vetëm se ka shpallur lajmin se edhe ato do të bëjnë blerjen strategjike e Bitcoin, ka pasur 37% ngritje. Ato kanë shpallur lajmin se do të bëjnë blerjen e Bitcoinit si thesar për investimet e veta. Po ashtu, mas këtij lajmi ka shpallur edhe do firma kineze të automjeteve elektrike. Edhe ato kanë njoftuar se do të blejnë Bitcoin dhe kanë bler 1.000 copa Bitcoin. Mundem me po që tash ka nis një konkurrencë midis firmave, midis njerëzve se kush do të blejë më shumë Bitcoin. Lajmi i radhës që do të kalojmë është se bankat e mëdha amerikane janë në bisedime dhe janë duke zhvilluar një kriptomonedë të përbashkët, i cila do të jetë si USDT, do të jetë një stable coin. Kjo nuk është pozitive për ne, se do të vi koha ku ato do të kenë një stable coin të vet dhe nëse ju si një person i fuqishëm, do me thonë, shkoni kundra shtetit ose kundra bankave, kjo është centralizim dhe ato do të kenë mundësi që të bllokojnë të gjithë të hollë. Do me thonë që të gjithë pasunitë që keni me disa hapa ose për disa minuta mund të bllokojnë.
Dhe kështu do të kenë 100% në kontroll shumicën e njerëzve. Kjo nuk është pozitive, presojmë që nuk do të arrijnë se siç e dim shtetet dhe bankat çdo herë kanë një bashkëpunim të ngushtë mes veti. Lajmi që mua më ka tronditur është që normalisht ka njerëz që janë të vetëdijshëm, anëtarët e dhomës përfaqësuese të SBA-s, do me thonë mbi 30 anëtar të Kongresit Amerikan kanë shkruar një letër ku pretendojnë se Donald Trumpi ka shkelur ligjin e kushtetutës, duke ftuar investitorët e tij në memekuin e një dorë private. Siç e dim, Donald Trumpi e ka krijuar një meme, ai ka bërë thirrje në një dorë private, 210 holderët më të mëdhenj që janë, do me thënë mbajtësit e këtij tokeni, që të kenë një dorë private me Donald Trumpi. Dhe ato kanë shkruar një letër dhe pretendojnë se Donald Trumpi ka shkelur ligjet. Ka shkelur ligjet Donald Trumpi, mune me po këtu që normalisht ajo është të bërë shumë manipulim me tregun. Një ditë qohet dhe sot do të keni 300% tarifa. Të nesërmin thot nuk do të ketë tarifa, do të ketë pauzë. Masanej thot do të ketë Evropa 10% tarifa. Bitcoini mas e ka thirr atë hanë vet, qohet Donald Trumpi përsëri dhe shpall lajmi se do të ketë 50% tarifa për shtetet evropiane. Dhe normalisht se mas këtij lajmi Bitcoini ka reaguar, më po këtu dhe kena pasur një rramje, do të thënë prej 112.000 kena pasur një rramje 107.000 që e kena sot për momentin. Për mua Donald Trumpi është duke manipuluar ekstrem me tregun dhe ka disa video momentalisht nuk më gjetë ku i kam pa ku Donald Trumpi është duke mburur që njerëzit, do me thënë këshilli i vet, është duke mburur dhe duke budhur lëvdota që disa prej ative të këshillit vet kanë fituar miliarda, miliona për disa. Si kanë fituar këto parata? Normalisht se këto janë informacione insider ku para se të shpall një lajm, ato normalisht investojnë miliona në long ose short dhe në këtë mënyrë ato fitojnë shumë para, miliarda para. Miliarda dollar. Siç e dim, insider informacion në Amerikë është rrepsisht ndalume dhe ligji thotë se duhet të përmendet në burg, do të thonë nëse shpallet fajtor një person që ka bërë insider informacion dhe ka shitur informacione, ai duhet të përfundojë në burg, por në këtë kohë Donald Trumpi momentalisht është i fortë dhe nuk mund të bëjnë kurrë për moment. Trump tokenit, do të shohim këtu ku këtë token ka cekur një çmim për $75 dhe mëna me po që sot është një çmim për $12. Dhe këtu një çmim për $12, $12.5. Këtu mëna me po që ka kapur gati $10 bilion market cap. Kurse sot ka $10 bilion, me thënë $8 bilion janë tërhequr nga tregu. Këto para ka përfunduar dhe ka. Ku kanë përfunduar, normalisht se te rrethi i tij i ngushtë, mendimi jam, dhe lajmi i funit është se përsëri do të keni kujdes, edhe pse në shumë video e kam cekur, asnjëherë mos klikoni kur gjë, kur vëçojnë link, do me thonë ose në mesazh që është scam ose që mendoni që është scam, se mundet në çdo moment të humbisni të gjithë kriptovalutat. Tjerët janë duke përdorur një aplikacion të rem Ledger Live, ku janë duke vjedhur përsëri në mënyrë indirekte kriptovalutat. Ato e kanë krijuar një aplikacion ku po ashtu janë duke bërë edhe kampanja agresive dhe ju duke menduar se janë duke përdorur Ledger, ju jeni duke përdorur aplikacionin RM fake dhe në këtë mënyrë ato kanë qasje. Asnjëherë në asnjë mënyrë nuk duhet të shkruani frazat ose të mbushni në internet ose të japni ndekut. Asnjëherë në asnjë mënyrë. Kjo është rregulli numër 1 që duhet të dini. Nëse ju ka pëlqyer kjo videoja, mëni më na prokuroni një like për algoritmin e YouTube-it dhe mirupafshim dhe më në radhë.